E kush tha që buzët tona janë thjesht pjesë estetike e trupit tonë? Me anë të buzëve, ne shohim shumë simptoma në trupin tonë para se një sëmundje të fillojë. Por cilat janë ato? Së pari, probleme me stomakun, gjithashtu probleme me shpretkën. Në moment që buzët tona janë të thata ose të çara, ne shohim që individi është i pa hidratuar, është mjaftueshëm i pa marrë sasi të caktuara uji, por në të njëjtën kohë dhe ushqime bazike, përdorimi më tepër i ushqimeve bazike. Kur kemi buzë të zbehta, është mungesë hekuri dhe mungesë anemie, gjë që ne e delegojmë individin për të bërë analizat e anemisë. Në moment që kemi buzë të çara në pjesën e cepave të buzëve tonë, gjën e parë që ne shikojmë është vitaminat B, përthithja e vitaminave B, por në të njëjtën kohë shohim që individi ka nevojë për një analizë për të parë insulinorezistencën. Në moment që kemi të errta ose si një ngjyrë blu, probleme me qarkullimin e gjakut, por në të njëjtën kohë kemi shumë toksina në trupin tonë. Abuzim me alkool, abuzim me duhan, por dhe jeta që ne bëjmë zakonisht me abuzime të tepërta, si në pagjumësi, gjithashtu dhe në pjesë të tjera të jetës. E bukura është që me anë të natyropatisë, neve japim zgjidhje në problemet tuaja. Mos harrodhni diçka tjetër. Fryrja e buzëve zakonisht vjen kur kemi alergji nga një ushqim i caktuar. Mos i neglizhoni simptomat tuaja. Është bukur kur ne parandalojmë. Është bukur kur ne dim përpara se sëmundja të na trokas në tyret tona.